التلاعب منكم بالدين والإيمان مثل تلاعب الصبيان كسفت قلوبكم كما كسفت عقولكم فلا تزكوا على القرآن كم ذا تقول مجمل ومؤول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل صلاتي وأتم تسليم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ska dyshim se tërë falenderimet I takojnë vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala, atë e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që më na falë Allahu azza wa jall në mëkatet tona dhe gabimet tona. Lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që Allahu t'i përmirësoj zemrat tona dhe t'i përmirësoj Allahu subhanahu wa ta'ala gjendjet tona. Dhe se të gjitha falenderimet I takojnë Allahu subhanahu wa ta'ala, salatet selamet I takojnë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, I cili erdhi me udhëzim të pastërt dhe me fe të sakët prej Allahut subhanahu wa ta'ala, duke e qunë në vend amanetin të cilin Allahu azza wa jall ja kishte bë obligim dhe ja kishte ndërtu atij, ja kishte ngrit atij mbi supët e tina. Tham se dituria më e mirë është dituria për Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe thot Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala në pjesën në të cilën kemi mbetur në komentimin e librit Usul al-Thalatha, 3 parimet të cilën libër e ka shkruar vet Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, duke u kujdesur që çështjet e besimit islam, çështjet e akidës, t'u alëcoj sa më lehtë sa më shumë besimtarëve musliman, dhe t'i dinë sa më lehtë, ta dinë sa më mirë, sa më thjesht ata të cilën Allahu azza wa jall u ka bër obligim atyre. Yaqulu Sheikh rahimahullahu ta'ala, thot Sheikhu Allahu emshiroft, fa idha qila lak, nëse të thuhet ty, mal usul thalatha allati yajibu ala al-insani ma'rifatuha, cilat janë 3 parimet, 3 çështje kryesore për të cilat çdo insan është I obliguar që t'i di ato, t'i njoh ato, qul thuaj ma'rifatu al-'abdi rabbahu, njohja e robit Zotin e vet. Pastaj wa dinahu, dhe më njoft fejen e Zotit tan, wa nabiyahu Muhammadan, dhe më njoft pejgamberin të dërguarin e Allahut subhanahu wa ta'ala, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Al-aslu al-awwal, çështja e parë, ma'rifatu al-'abdi rabbahu, më njoft robi Zotin e vet, bi annahu Allahu al-khaliqu li kulli shay'in al-mutafaddilu ala ibadihi bi jami'i an-ni'am, për shkak se ai është Allahu subhanahu wa ta'ala, I cili ka krijuar çdo gjë, I cili I furnizon robrit vazhdimisht me shumë prej të mirave, al-mustahiqu lil-ibada. Çështja kryesore është se ai është meritori për me e adhurua Allahun subhanahu wa ta'ala. I vetmi Zot që meriton të adhurohet në këtë dynja, I vetmi Zot që meriton të adhurohet çdo herë pafundësisht, është vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj çështja e dytë, ma'rifatu dinil islami, me njoft fejen e Allahut subhanahu wa ta'ala, alladhi ba'atha Allahu bihi rasulahu, kjo fe me të cilën Allahu subhanahu wa ta'ala e ka dërguar të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bima yashtamilu alayhi min aqaidin wa ahkam, me krejt ata çka përfshin feja islame, prej akides, prej çështjeve të akides dhe prej legjislacionit, ata të cilën e përfshin jurisprudenca islame. Dhe çështja e tretë, asli I tretë, ma'rifatu nabiyihi, me njoft pejgamberin të dërguarin e Allahut subhanahu wa ta'ala, ennehu rasulun, se ai është I dërguar I Allahut, ai është pejgamber min indillah, prej Allahut subhanahu wa ta'ala është dërguar, ai I dërguar ila nasi kafa. Dhe duhet me ditë qartë se ai I dërguar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është dërguar tek të gjithë njerëzit, dhe jo vetëm tek muslimanët, por është dërguar tek të gjithë njerëzit. Dhe se momentin që arrin risalja, mesazhi I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tek njerëzit, atëherë është ngrit për ta arsyeja para Allahut subhanahu wa ta'ala. Asnjëri prej njerëzve nuk është I arsyetum momentin që ka ardhur dërgesa
risaleja, mesazhi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në një vend. Pra, nëse një person vdes duke qenë jo besimtar në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mirë po realiteti është se atina i ka ardhur dëshmia edhe i ka ardhur mesazhi i pejgamberit alayhis salam, i ka ardhur Kur'ani e i ka ardhur suneti atina, ai vdes, ai nuk ka arsye para Allahut me thonë se unë nuk e njoh, tek unë s'ka ardhur kërkush, tek unë s'ka ardhur asnjë lajmëtar, mua s'm ka tregu kërkush. Që ky person para Allahut subhanahu wa taala nuk ka arsye. Dhe se për ta do të jetë xhehenami i Allahut subhanahu wa taala, i cili i dërguar, i cili erdhi bil huda wa dinil haq, erdhi me udhëzim të qartë, udhëzim të përsosur, të përpikur dhe me një fe të pastërt dhe me një fe të cilën Allahu subhanahu wa taala deshti që çajo fe më kon fe për neve. Wa raditu lakumul islam dina, dhe jam i kënaqur, Allahu azza wa jall thot, dhe jam i kënaqur që fe për juve të jetë islami. Pra me që të fe erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çto tri parime nuk janë thjesht parime që ti duhet t'i njohësh dhe t'i besosh në këtë dynjë. S'janë thjesht, nuk përfundojnë kaq. S'janë këtu e tërë çështja. Mirë po këtu fillon çështja dhe provimi i këtyre tri parimeve është në momentin kur robi do të lëshohet në varr. Momentin kur robi do të lëshohet në varr. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon hadith. Në hadithin të cilin e transmeton Bara bin Azib, hadith madhështor, hadith shumë i gjatë, thot duke e treguar qartë lëshimin e besimtarit në varr dhe gjendjen e tina dhe lëshimin e jo besimtarit qafirit kur të lëshojnë në varr dhe gjendjen e tina, se çka do të ndodh me këta dy. Thot kur do të vendoset besimtari në varr, ya'tihi malakan fayujlisan, i vin ati dy melek, edhe unxhen afër tina. Aty nuk ka ku me ikmo, aty nuk ka ku me gjetë arsye mo, aty nuk ka ku mundet me këshyr as djathtas, as majtas. Ka do që të shikon, do t'i sheh vetëm këta dy melek. Dhe se që aty mundet me ndihmue vetëm puna në me të cilën ka veprue vetëm vepra, nëse ka veprue me çto tri parimin këtë dynjë. Vetëm që kjo i hin puna ti, tjetër kur gjë hiç. Tash do ta shohim gjendjen e besimtarit edhe gjendjen e jo besimtarit, se çysh kanë me u ndihmue përmes këtyne tri parimeve. Besimtarit i vin këto dy melek te koka e tina edhe ulen afër ti. Fa yaqulani lahu, i thojnë atina, man rabbuk, kush është Zoti jot? Kush është Zoti jot? Fa yaqulu rabbi Allah, me lehtësi thot, me rahatin e shpirtit e thot, me knatësin më të madhe e thot. A di pse e thot me knatësin më të madhe? A di pse kënaqet kur e thot? A di pse mundet me thonë shumë lehtë, shumë thjesht mundet me thonë? Se në këtë dynjë ju ka duk shumë e lehtë. Rahatia e shpirtit tina ka qenë namazi. Rahatia e shpirtit tina ka qenë Allahu azza wa jall. Adhurimi për Allahun, çaja ka qenë. Edhe për këtë arsye Allahu nuk është asi kopraci, nuk është koprac Allahu që tërë jetën tonë ti me e qunë adhurim për Allahun edhe në fund kur gjë kërkojna, jo vallahi, Allahu nuk është ashtu. Allahu është më i mëshirshëm, Allahu është më i urti, Allahu është më i buti, Allahu është më i dashuri për robën e vet. Allahu është më i dhëmshuri për robën e tina. Më i dhëmshuri për robën e tina. Sikur Allahu mos të jetë i dhëmshur për besimtarën dhe për jo besimtarën, nuk do të dërgonte të dërguar që t'u mësonte fejen atyne. Vallahi s'kish me dërgu Allah azza wa jall kur gjë. Po Allahut i dhimbën njerëzit, i dhimbën robërit e tina, dhe tash me lehtësinë e madhe e thot besimtari, Rabbi Allah, Zoti jam është Allahu. Pastaj fa yaqulani lahu, për zot, pyetjen e dytë i thojnë atina, ma dinuk, kush është feja jote? Fa yaqulu dini al-islam, feja jam është islami, për të cilën Allahu azza wa jall ka qenë i kënaqur që me qenë feja jam. Fa yaqulani lahu, pastaj i thojnë atina, ma hadha ar-rajulu alladhi bu'itha fikum, kush është ky person?
Kush është ky person? Dal përpara pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pamja e tina. Kush është ky person i cili është dërguar tek ju? Ai i cili e ka njohur pejgamberin alaihi salam dhe historinë e tij në këtë dynjë dhe ka vepruar me sunetin e pejgamberit alaihi salam në këtë dynjë, do ta njeh në varr. Ai i cili nuk e ka njohur pejgamberin alaihi salam në këtë dynjë, as ka punuar me sunetin e pejgamberit alaihi salam në këtë dynjë, sa jena gjallë na, s'ka mundësi me e njoh pejgamberin alaihi salam në ato momente. Kush e njeh Allahun vështirësi dhe në rahati, Allahu ato ka me njoft në vështirësi. Kush e përmend Allahun rahatin e tina, në qefet e tina, në gëzimet e tina, dhe nuk e haron Allahun, Allahun nuk e haron ato në vështirësi. E vështirësia më e madhe për robin është kur do të lëshohet në varr, nata e parë e vorrit. Than pejgamberit alayhis salam, ata që kanë vdek, a kanë me shiju kiametin ata. Kur do të ndodh kiameti, ata që vdesin para kiametit, a kanë me shiju kiametin ata. Ai tha se ata vetëm se e kanë shiju kiametin, s'ka kiamet më të madh për ta se sa nata e parë e varrit. Se sa çito 3 pyetje kur ti parashtrohen robit. Për çfarë arsye? Robi është kriju për çito 3 pyetje. Për me adhuru Allahun azza xal, me njoft fejen e tina dhe me njoft pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot besimtari, fe yaqulu huwa rasulullah. Kjo është i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Fe yaqulani wama yudrik. I thojnë atina, e prej ka e diti që kjo është i dërguar i Allahut? Fe yaqulu qara'tu kitab Allahi fa amantu bihi wa saddaqtu. E kam lexuar librin e Allahut subhanahu wa taala dhe e kam besuar dhe jam besnik për ata të cilën ka ardhur në librin e Allahut subhanahu wa taala. Fa yunadi munadin min as-sama. A vjen një zë prej qiellit, prej Allahut subhanahu wa taala, an qad sadaqa abdi. Se e ka thonë të vërtetën robi jam. Kjo është gjendja besimtarit. Dhe jo vetëm kaq. Po vazhdon hadithi, fa afrishuhu min al-janna. Shtroni atina prej xhennetit. Shtroni atina prej xhenetit, wa albisuhu min al-janna, dhe visheni ata prej rrobave të xhenetlive. Waftahu lahu baban ila al-janna, dhe hapni atina një derë drejt xhenetit të Allahut azza wa jall. Fayatihi min rawhihi wa tibiha. Në momentin që hapet ajo derë, vjen prej aromës dhe bukurisë dhe prej erës së mirë të xhenetit dhe wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi, dhe do t'i zgjenohet varri besimtarit aq sa arrin shikimi i tina. E shikimi i tina, shikimi i robit pasi momentin që shfaqen melekët e vdekjes. Atëherë shikimi i tina është komplet tjetër shikim. Ai sheh me sytë e ahiretit, nuk sheh me sytë e kësaj dynjaje më. Shikimi i kësaj dynjaje përfundon çaty. Fa basaruka al-yawma hadid, e shikimi jyt sot është i fuqishëm. Shikimi jyt sot është i fuqishëm, për shkak se në çato momente arrin me pa diçka që syt e kësaj dynjaje, shikimi i kësaj dynjaje s'ka mundësi me perceptu ato. Momentin që shifet ajo, nuk shemon këtë dynja kur gjë më ai person. Pra ka me i pa melekt e Allahu subhanahu wa taala, e tash varri i tina do zgjerohet me këtë shikim, me shikimin e ahiretit. Sa ma shumë që sheh ai, qaq ma i gjanë do tjetë varri i tina. E shikimi i tina do tjetë si pas veprave të mira të cilat i ka bon këtë dynja. Sa ma shumë veprat mira do të ketë ai në këtë dynja, dhe me sa ma shumë veprat mira të nisë drejt Allahut subhanahu wa taala, qaq ma shumë do tjetë shikimi i tina, dhe qaq ma i gjanë dhe i gjerë do tjetë varri i besimtarit. Pastaj vjen gjendja e jo besimtarit. Gjendja e atij i cili e ka mohue Allahun subhanahu wa ta'ala. Fa innal kafira idha wudi'a fi qabrihi, momentin që kafiri jo besimtari vendoset në varrin e tij, yatihi malakan fayujlisan. Vin dy melek edhe ulen afër tina. Fa yaqulani lahu man rabbuk, a do të thonë atina kush është Zoti jot? Kush është Zoti jot? Fa yaqulu ha la adri. Do të thot, o nuk e di bre, nuk e di kush është Zoti jam. A di pse nuk e din? Nuk e din se nuk e ka njoft Allahun azza wa jall në këtë dynjë, dhe se s'ka mundësi me njoft Allahun ahiret.
Se ka besu Allahun këtë dynja dhe se s'ka mundësi, shans nuk ka ai me e ditë se kush është Zoti i tij në ato momente. Por shkak se Zoti i tij në këtë dynja s'ka qenë Allahu. S'ka qenë Allahu, e Zot tjetër në ahiret nuk ka. Për në këtë dynja mund dikush me marr dika tjetër për Zot. Ama momentin që i shfaqen melekët e vdekjes përfundon Zoti i tij ama. Nuk ka Zot më ai. Jeti vetëm ai, gjithçka. Dhe se Zot do të jetë vetëm Allahu subhanahu wa taala. Pra në këtë dynja, ai i cili ka besu Allahun azza wa jall, do ta ketë Allahun për Zot edhe në ahiret. Ai i cili nuk e ka besu Allahun këtë dynja, se ka pas Allahun për Zot në këtë dynja, nuk do ta ketë për Zot në ahiret Allahun subhanahu wa taala. Do të jetë i vetëm dhe thot nuk e di kush është. Nuk e di kush është Zoti jam. Para mendo. Nuk e din, se nuk e din këtë dynja ka në ka pas Zot. A e ka pas Zot në dynjajën? A e ka pas Zot kënaqësitë e dynjajës? A e ka pas Zot ataj të cilin e ka adhurue? Parajën, apo kerët e mira, apo çështën, apo dynjajën, apo gjithçka që ka në këtë dynja? Dhe se s'ka mundësi me ju përgjigj. Dhe përgjigja e tina është se nuk e di se kush është Zoti jam. Pastaj i thojnë melekt, ma di nuk, e kush është feja jote? Prap do të thot la adri. Nuk e di se kush është feja jeme. Para mendo se ka jetu i pa fe në këtë dynja dhe se i pa fe do të shfaqet edhe para melekve. Pastaj i thojnë atina, ma hadha ar-rajulu alladhi bu'itha fikum. Kush është ky rob? Kush është ky rob i Allahut? Kush është ky person i cili është i dërguar tek ju? Është dërguar tek ju ky? A e njefti kush është ky? Ai nuk ka mundësi me e njoft, se ka njoft në këtë dynja dhe se s'ka mundësi, paramendo, veç paramendo ti sa mujnë me nda një rob. Prej sunetit pejgamberit alayhis salam është që momentin që vdes njëri robi, sa më parë me e vorros ata. Llogaritja ti tek ne një ditë. Një ditë, për një ditë që ka dalë prej kësaj dynjaje dhe hala trupi i tij është në këtë dynjë. Dhe lëshohet në varr, ai nuk din san më. Kur gjon nuk din më hiç. Dhe se me mendjet dhe veprat do të shkohet tek Allahun subhanahu wa taala. Me mendjet tona, mendja nuk vdes kur, shpirti nuk vdes kur. Dhe se do të shkohet me çto te Allah azza wa jall. Dhe në mendjen e tina çka ka pasaj? Se ka pas Allahun azza wa jall kur. Dhe s'mundet me thonë se Rabbi Allah, se Zoti jam është Allahu. Dhe se s'ka qenë feja tina Islami. Dhe se s'mundet me thonë se feja jam është Islami. Dhe se ka njoh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ka me thonë njëjt la adri. Edhe për pejgamberin alayhis salam do të thotë se nuk e di kush është ky person. Fayunadi munadin. Edhe për këtë do të thret një zot prej Allahut subhanahu wa taala min as-sama, prej qiellit, an kadhaba. Mirë po këtu nuk thot kadhaba abdi. Thot ka gënjye. Ka gënjy ky person, ama nuk thot ka gënjy robi jam. Sa ai nuk është robi i Allahut. Robi i Allahut si krijesë patjetër. Mirë po robi Allahut se besimtar, kur hiç. Nuk është robi Allahut ai. Dhe vjen urdhri i Allahut azza wa jall për melekt, fa afrishuhu min an-nar, shtroni atij prej zjamit. Prej zjamit të xhehenamit, wa albisuhu min an-nar, dhe vishni ata prej zjamit të xhehenamit. Waftahu lahu baban ila an-nar, dhe çelni atij në një pjesë, çelni atij në një derë drejt zjarrit, drejt xhehenamit të Allahut subhanahu wa taala, fayatihi min harriha, do t'i vjen atina prej nxehtit të madh të xhehenamit, wa samumiha, dhe prej helmit, prej tymit të xhehenamit do t'i vjen atina, wa yudayyiqu alayhi qabruhu, dhe do t'i ngushtohet atij varri i tina, sa që erdhi në një transmetim derisa t'i plasin damart, derisa t'i kupin për mrena të gjitha organet të cilat i ka ai. Dhe do t'i bohen brit e tina bashk kështu. Kjo do të jetë gjendja e jo besimtarit nëse nuk e ka besue Allahun subhanahu wa taala. Kjo është merri i atij i cili nuk e njeh Allahun, nuk e njeh fejen e Allahut azza wa jalla dhe sa njeh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe ai më herët ke krenaria, nuk ka ma krenari se sa me qenë i gëzushëm, i hareshëm, i kënaqur me ty Zoti jot. S'ka ma krenari, se për çet krenari e kriju e ti dhe unë. Dhe për çet krenari duhet
që vazhdimisht me u kujdes besimtari para se që të del para Allahut subhanahu wa taala, se momentin që shohimi diçka që s'kena pa kurrë në këtë dynja, atëherë do të përfundon çështja jonë. Edhe se do të jemi prezent, edhe se do të jemi në hapat e parë të parashtrimit të këtyre pyetjeve. Allahu azza wa jall na i lehtësoft ya rabbul alamin. Pastaj thot Sheikhu Muhammad ibn Abdul Wahhab, fa idha qila laka man rabbuk, ana satathuwa ya rabbi Allahut, se kush është Zoti jot, thuaj rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabb jami'a al-alamin bi ni'amihi. Zoti jam është Allahu i cili më ka rrit mua dhe më ka edukuar mua dhe i ka krijuar të gjitha krijesat e kësaj dynjaje prej mirësisë e tij. Wa huwa ma'budi wa laysa li ma'budun siwa. Ajo është i adhuruar jam, të cilin e adhuroj dhe nuk ka për mua të adhuruar tjetër përveç se Allahu subhanahu wa taala. Argument për këtë është Alhamdulillahi Rabbil Alamin, se i tërë falenderimi i takon Allahut subhanahu wa taala, Zotit të botrave, i cili i krijoi të gjitha çka ka në këtë dynja, wa huwa yastahiqqu al-ibada, i cili e meriton adhurimin. Wa kullu ma siwa Allahi alamun, dhe dije se çdo gjë përveç Allahut azza wa jall është krijesë, dhe se wa ana wahidun min dhalika al-alam, dhe unë jam njëri prej krijesave të Allahut subhanahu wa ta'ala. Fa idha qila lak, ana satathuha ty o Rabbi Allahut, bima arafta rabbak, atyshti e ke njoft Zotin tën, faqul bi ayatihi wa makhluqatihi, me ajetet, argumentet e Allahut subhanahu wa ta'ala dhe krijesat e Allahut subhanahu wa ta'ala. Wa min ayatihi, e prej argumenteve të Allahut subhanahu wa ta'ala, al-lejlu wa nahar, nata dhe dita, wa shamsu wal qamar, dielli dhe hana, wa min makhluqatihi as-samawati sab', wal araduna sab', wa man fihinna, wa ma bainahuma. Dhe prej krijesave të tij madhështore janë 7 palë qiell dhe 7 palë tokë që i ka kriju Allahu subhanahu wa taala, dhe e tërë ajo që gjendet në to dhe gjendet në mesin e këtyre krijesave madhështore. E argument për këta është ajeti kuranor të cilin e pruni Allahu subhanahu wa taala. Tha Allahu azza wa jalla në surën Fussilet, wa min ayatihi al-lejlu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar. Dhe prej argumenteve, ajeteve dëshmuese për Allahun subhanahu wa taala është nata, është dita, është qiell, është dielli, është hana. La tasjudu lish-shamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Mos ju nënshtroni në sejdë as diellit e as hanës, por nënshtroni ju Allahut subhanahu wa taala me sejdët, për shkak se ai është i cili i ka krijuar edhe diellin edhe hanën. In kuntum iyyahu ta'budun, nëse ju jeni duke e adhuru Allahun subhanahu wa taala. Nëse adhuroni Allahun, atëherë vetëm atij bëni sejdë dhe vetëm ato adhurojeni. Pastaj tha Allahu azza wa jall, inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayyam. Vërtet Zoti juaj është Allahu subhanahu wa taala, i cili i krijoi qiellin dhe tokën në 6 ditë. Thumma stawa ala al-arsh, pastaj ngrit Allahu subhanahu wa taala mbi arshin e tij, mbi fronin e tij, yughshi al-layla an-nahar. E ka krijuar natën, e cila natë me errësirën e saj na e njeh çdo herë ditën, yatlubuhu haditha, që ndiqen mes vete, edhe ndryshojnë çdo herë. Nata me errësirën e saj na e njeh ditën, dhe dita me dritën e saj na e njeh natën. Vazhdimisht këto janë argumentet e Zotit ton. Wa shamsu wal qamar, njashtu edhe dielli edhe hana, wan nujumu musakhkharatin bi amri, edhe yjet të gjithë krejt këto janë të nënshruara dhe të përullura për emrin dhe urdhrin e Allahut subhanahu wa taala. Ala lahu al-khalqu wal amr, vërtet se vetëm për Allahun subhanahu wa taala është krijimtaria dhe është çështja në dorën e tina. Tabarakallahu rabbul alamin. Tabarakallahu rabbul alamin. Samir Allahu azza wa jall e ka kriju këtë çështje. Samir Allahu azza wa jall i ka kriju këto
me të cilat robi orientohet në adhurimin e tër Zotit të tina dhe i nënshtrohet zemra. Çush ka mundësi me ju nënshtru zemra në robit? Kjo është dëshmi kaunie, dëshmi e jashtme dhe jo e shariatit. Pra, të gjitha krijesat nëse i shikojmë na arrim të adhurimi i Allahut subhanahu wa taala, çush ka mundësi momentin që ti e sheh një saktësi kaq të madhe, një precizitet kaq të madh, një realizim kaq të bukur të krijimtarisë së Allahut subhanahu wa taala, në ato momente ka me e kuptue zemra se këto të gjitha i ka kryue dhe kujdeset një i cili është i ditur, një i cili është i urt, një i cili ka mundësi me i bo krejt këto komplet, një i cili është madhështor. Ajo është Allahu subhanahu wa taala. E në argumentet shariatike se qysh ti e ke njoft Zotin tënë, qysh robi e njeh Zotin e vet, ka ardhë dy ajete në surën Hashr, ku thot Allahu subhanahu wa taala, huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu. Ai është Allahu që nuk meriton askush përveç tij të adhurohet. Huwa al-Malik. Ai është sunduesi. Al-Qudus, ai është i shejti. As-Salam, ai është i cili vendos paqe dhe jep paqe. Pasaj al-Mu'min, wal-Muhaymin, wal-Azizu al-Jabbaru al-Mutakabbir. Ai është siguruesi, i cili jep sigurin tokë. Ai është mbikëqyrësi i robërve. Ai është i plot fuqishmi. Ai është imponuesi, që vetëm Allahu azza wa jall ka të drejtë me imponue. Ai është madhështori, al-Mutakabbir. Ai është madhështori. Subhanallahi amma yushrikun. I lartësuar është Allahu subhanahu wa taala prej asaj të cilën i mveshin idhujtarët, prej asaj të cilën i bojnë ortak idhujtarët Allahut subhanahu wa taala. Pasaj tha Allahu azza wa jall, huwa Allahul khaliqul bari'ul musawwir. Ai është Allahu krijuesi, ai është i cili din me e gjetë zanafillën e çdo gjëje. Vetëm ai din me e gjetë zanafillën dhe vetëm ai din me ju dhon pamje, me i dhon pamje diçka që kur njët s'ka pas pamje. Sikur se pamja jem dhe pamja jote, sikur se pamja e njerit që Allahu azza wa jall e krijoi ata, e krijoi Allahu tokën, e krijoi Allahu qiellin prej kur gjohiç, prej asgjëje, nuk kishte asgjë dhe Allahu e bëri. Ky është Allahu azza wa jall. Ky është ai të cilin ti dhe unë duhet të ja nënshtrojmë zemrat tona. Tha Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhabi, "War-Rabbu huwa al-ma'bud." E Zoti është ai të cilin unë dhe ti e adhurojmë. I adhuruari është ar-Rabb. Fjala ar-Rabb është i adhuruari. Argument për ta janë ajetet të cilat i pruni prej surës Baqara, "Ya ayyuhan nas, o ju njerëz, u'budullaha rabbakum." Adhurojeni Zotin e juve. U'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum, i cili ju ka kriju juve dhe i ka kriju ata të cilët ishin para juve, la'allakum tattaqun, në mënyrë që ju ndoshta keni më u bue të devotshëm. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha, ai i cili për juve e bëri tokën shtroj. Was-samaa binaa, dhe e ngriti qiellin dhe e bëri për juve mbuloj. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dhe prej ati qielli ai lshoi ujë për juve. Fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum, e prej ati uji nxjerri prej tokës, prej themarateve, prej të mirave të tokës, të cilat i bëri rizq për juve. Fala taj'alu lillahi andada, mos i qëshroni Allahun azza wa jall, mos i bëni idhujtar, mos u bëni idhujtar e ti shoqëroni Allahut azza wa jall thirrsa dhe ortak ati në adhurimin të cilin e bëni për Allahun azza wa jall. Wa antum ta'lamun, dhe ju jeni që e dini se nuk ka mundësi dikush ta bëj këta të cilin e ka bu Allahu azza wa jall. S'ka mundësi dikush të krijoj ashtu që ka kriju Allahu azza wa jall. S'ka mundësi, nëse Allahu urdhëron me kanë cante natë, e dikush me urdhëru, dikush tjetër me urdhëru me kanë ditë. S'ka mundësi. S'ka mundësi nëse Allahu azza wa jall don me ra shi, e dikush me nal shiun. S'ka mundësi. Se në dorë të Allahut azza wa jall janë këto çështje. E nëse janë në dorë të Allahut dhe ju e dini se dikush tjetër s'ka mundësi me i bë këto, atëherë mos i bëni ortaklëk Allahu subhanahu wa taala në adhurimin të cilin e keni obligim me pas vetëm për Allahun
subhanahu wa ta'ala. Këto dy ajete dëshmojnë për kuptimin e fjalës la ilaha illallah. U'budullaha, adhurojeni Allahun subhanahu wa ta'ala, është fjala la ilaha, se nuk ka zot tjetër pas Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe fjala fala taj'alu lillahi andadan, mos veproni, as mos i bëni ortak Allahut subhanahu wa ta'ala, është fjala illallah. Nuk ka zot tjetër përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Vetëm ai meriton që të adhurohet dhe vetëm ai meriton në nshtrimin e zemrës tonë dhe zemrës teme. Tha Ibn Kathiri rahimahullahu ta'ala, al-khaliqu li hadhihi al-ashya huwa al-mustahiqqu lil-ibada. Ai i cili i krijoi të gjitha këto çështje, të cilat erdhen në çështjen kaunije, të cilën na e shohimi, dhe ato shar'ije, në të cilën erdhi në librin e Allahut subhanahu wa ta'ala, ai është meritori për adhurim dhe ai meriton të adhurohet dhe askush tjetër hiç. Dhe ai është ar-Rabbu, ai është Allahu subhanahu wa ta'ala. Alus Allahun tabaraka wa ta'ala që të na nënshtroj zemrat vetëm në adhurim për Allahun subhanahu wa ta'ala. Alus Allahun subhanahu wa ta'ala që të na ruaj prej adhurimit të diçka tjetër përveç Allahut azza wa jall. Alus Allahun subhanahu wa ta'ala që Allahut na mundsoj vdekjen e besimtarit dhe jo vdekjen e kafirit. Alus Allahun subhanahu wa ta'ala që Allahut na mundsoj xhenetin dhe të na ruaj prej zjarrit të tina, prej xhehenamit. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.